që e ka ba për unitet, si që po thotë zoti Zejnullaj, po për hipokrizit e tina, unë i kujtoj shumë mirë deklaratat e Kurtit Karshi Ibrahim Rrugovës në vitin 2002, në vitin 2006, dhe më thonë, në kohën pas luftës, kur aje e quan të Ibrahim Rrugovën kolaboracionist, dhe në ndërkohë e quan të edhashim thaqen tratari kombit vetëm e vetëm se thaqen atë kohë kishte marrë pjesë në varrimin e Ibrahim Rrugovës. Dhe është e çuditshme nëse një njeri për së gjalli është kolaboracionist, atëherë për së vdekuri që ka bërë simboli i unitetit e president historike për... Po kur e kishte me të vërtet? Menoj që atëherë ka menua ashtu dhe menoj që edhe sot Kurti e mendon ashtu. Sepse pikërisht tu desha dalë, mendoni se vazhdon të mendoj njëjtë për Rrugovën, ndërkohë që... Sepse Kurti vetëm në vitin nuk është hera parë që sot Kurti ka shku të varri i presidentit Ibrahim Rrugova, Kurti për herë parë ka shku kur ka bërë koalicion me Vjosa Osmani në vitin 2019 nëse kujtohet, shkun bashk edhe të varri Ibrahim Rrugovës, edhe të... Me këtë logjik shkon tek varri Ibrahim Rrugovës, sa herë i duhet LDK-ja? Ky ka interes për ndryshe, është hipokrizi, sepse mendimin për Ibrahim Rrugovën nuk menoj që kjo e ka ndrru. Nuk mendoj, sepse kjo për vitet të tëra, deri në vitin 2019 e ka pas një qasje të tillë ndaj Ibrahim Rrugovës dhe politikës e tij. Nuk është që e ka akuzu ato për politikën pacifiste, e ka akuzu si bashkëpunëtor të armikut, se kolaboracionist për të thejet si bashkëpunëtor i armikut dhe ka qenë një fymje shumë e madhe që ja ka bon në atë kohë. Dhe vështë ta përfundoj Jona, edhe nuk kanë faj pasaj që vinë reagimet edhe nga një pjesë antarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse këta kanë qenë bashkëpunëtorët e Ibrahim Rrugovës dhe e njohin mjaft mirë edhe aktivitetin e Rrugovës edhe atë për çka ka punu Ibrahim Rrugova në atë kohë. E qartë, Gaxheri? Po, zotri Kurti është një figurë kontraverse, branda për branda ti dhe atë e shpërfaq. Pavarësisht se mundohet të kamuflohet në mënyra të ndryshme, ai e nxjerrat kontraversitetin cilin e ka branda personalitetit të tij. Është një njeri pa qëndrueshëm në vendimet dhe në qëndrimet e tij. Prandaj, jo vetëm për interes, por shumë shpesh ai ndron qëndrimet e tij vetëm se si konvenon qoftë partisti, qoftë një grupi të interesit, qoftë ati personalisht, a i ndronë qëndrimet. Por, të kalësh nga tradhtar në hero, kjo është diçka super ekstreme, sepse ti ketë thënë se është një politik bërës i kesh, nuk din, nuk përkro ato, nuk po bën këto, është kretë diçka tjetër. Por aje ka quajtur Ibrahim Rrugovën tradhtar, dhe sot po e quan hero. Sa mund t'i besojmë ne zotrit Kurti që branda një dekade i thot dikuj tradhtar dhe branda një dekade i thot dikuj hero për shkak se e ka interesin elektoral. Po në qoftë se zotri Gaxheri i duhet PDK-ja tash, do të ndryshoj qasja ndaj 4-shës së madhe? Paktën në këtë moment? Po, sepse në këtë logjik po i bie ashtu, prandaj edhe bëra pyetjen. Po faktikisht ne po e shohim zotrin Kurti që në publik del gjas me gjykata speciale se zotri Kurti ka shku me fenerën këtë strategjinë e tij. Nuk është i njeri që kokën veti i ka bërë gjitha këto rrugtime. Ai ka mrapa njerëz të cilët e mësojnë në mënyra të ndryshme. Zotri Kurti e ka mjellë që gjykata speciale është e keqe. Kosova është detyruar nga ndërkombëtarët që ta krijojë gjykatën speciale. Qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit, po diku ta krijojë. Dhe zotri Kurti e ka mbjellur këtë që gjykata speciale është e keqe. Sot, ditëve të sotme, pas asaj kohe, ditëve të sotme ai del dhe thot që gjykatën speciale prap është e papranueshme është gjykatë politike, në anën tjetër ja u nal fondet atyre të cilët po mbrohen. Do me thonë, zotri Kurti mundohet ju hedh hi syve njerëzve, ti mashtroj njerëz, gjas me unë jam pro tyre, për në anën tjetër i lufton ata. Por pati një veprim human ndaj Isa Mustafës, i cili natyrisht në moshë të shtyr me disa probleme të vogla shëndetësore, e kishte një moment të vështirë të zgjohej nga karika dhe Kurti ja zgjati dorën dhe kapi pavarësisht çështjeve politike. Në ngura, në këtë që diskutuam deri tani, a do duhej Kurti fillimisht të kërkonte falje për cilësimet që ja ka bërë ish presidentit Rrugova e më pas shkoj dhe të bëj homazhe? Shumë bukur më drejtove, pikërisht këtu dashta me dalë. Na e dim, jemi dëshmitar, edhe Ismail Kadarei ndjeri ka qenë kritik në fillimet e paraqitjes së Rrugovës në skenën politike dhe ka folë edhe fjalë trona, piquj kështu në thojza. Mirë po Ismail Kadarei
hiç nuk ka vanu shumë, ka pas e ka gabu, dhe ka ardhë dhe i ka kërku falje